Jam me Juli Simonin. Juli. Po, ju përshëndes nga Lezhë. Aida, në fakt, policia ka rritur të zbardhë tashmë ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e së dielës në një berberhane në fshatin Ril, ku mbeti plagosur berberi 30 vjeçar Sokol Daci. Në lidhje me këtë ngjarje është arrestuar një efektiv policie për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, pasi siç kemi raportuar edhe gjatë ditës së djeshme, ai ka qelluar me armë zjarri me pretendimin për të neutralizuar pra autorët, por edhe për vetë mbrojtje, duke ju referuar edhe dinamikës dhe asaj çfarë i ka thënë para grupit hetimor, por me urdhër të prokurorisë ai është ndaluar pra dhe është arrestuar pasi dyshohet se ka shpërdoruar detyrën. Nga ana tjetër kemi edhe 4 persona të tjerë të cilët janë shpallur në kërkim, ndërsa referuar dinamikës së ngjarjes bëhet me dije se 7 personat të cilat hynë mbrëmjen e së dielës brenda berberhanës në fshatin Ril janë prezantuar si policë të kamufluar dhe me kapuç në kokë. 5 prej tyre, të paktën nga kthyrja e kamerave të sigurisë, kanë qenë armatosur dhe 2 të tjerë mbanin shkopin bejsbolli me vete. Nga veprimet hetimore të kryer dhe kthyrja e kamerave rezulton se autorët kishin qëllim dhunimin e 21 vjeçarit Merando Nikulaj, me të cilin kishin pasur një konflikt disa muaj më parë, por sapo kanë hyrë brenda në ambientet e berberhanës ku Nikulaj po qethe, janë përballur me të shtëna me armë zjarri, ku sipas të dhënave krahas efektivit të policisë të arrestuar tashmë për shpërdorim detyre, ka qelluar edhe një person tjetër i cili ndodhej brenda berberhanës, duke ju referuar pra edhe gëzhojave të gjetura në vendin e ngjarjes bëhet me dije se janë përdorur. Ju kush ishte qëllimi dhe më dil pak të thelbi i gjës, kush janë personat e përfshirë? Kush janë ata që shkuan? Se po lexoja në media në fakt që tashmë duket se janë zbardhur palët. Deri në këtë fazë të hetimeve, policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim si të dyshuar pra të përfshirë në këtë ngjarje Geraldo Ndokën, Elisio Ndoka, Kevin Ndoka, si dhe 21 vjeçari Merando Nikulaj, i cili dyshohet se ka mbetur edhe i plagosur në këmbë, por nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore në spital. Ndaj tyre janë ngritur akuzat vrasje me dashje, e mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje e armëve të zjarrit dhe municionit, ndërsa vjen puna intensive për kapjen e tyre. Këta që me mbiemrin Ndoka, çfarë janë? Kush janë? Si njihen? Duke ju referuar backgroundit të tyre, nuk janë paktën persona me precedent të mëparshëm penal. Nga ajo çfarë ne kemi mësuar, janë të rinj, të cilët dyshohet dhe pista kryesore e hetimeve është se kishin patur një konflikt disa muaj më parë, pikërisht me personin tjetër, një vjeçarin Merando Nikulaj, dhe siç duket kishin shkuar për të marrë hak me qëllim për ta dhunuar atë, por duket qenë se janë përballur me të shtëna me armë zjarri, njëri prej tyre pra ka qelluar dhe përpasoj ata kanë shkuar për ta vrarë, jo për të marrë hak, për t'i truar një mesazh apo jo, se ky është atentat. Fillimisht u raportua si një atentat me armë zjarri, por nga veprimet hetimore të kryera dhe nga pyetja e shumë personave, por edhe nga kthyrja e kamerave të sigurisë, ata kanë hyrë brenda dhe nuk kanë qelluar me armë zjarri. Siç duket, kanë shkuar për ta dhunuar, duke qenë se 2 prej tyre kanë patur edhe shkopin bejsbolli me vete, pra, por në momentin kur janë përballur me të shtëna me armë zjarri nga brenda berberhanës, normalisht njëri prej tyre pra ka qelluar me armë zjarri automatik që mbante me vete, por gjithsesi do të jenë veprimet që po kryhen në ndërtimin. Nga brenda qelloi polici efektive? Paktën nga ajo çfarë thuhet, ka qelluar efektivi, e ka pranuar edhe vetë, por edhe një person tjetër i cili ka qenë brenda. Nuk dihet ende se cili prej tyre ka qelluar, është qelluar nga 2 persona të cilët kanë qenë brenda berberhanës, referuar edhe gëzhojave të cilat janë gjetur pikërisht në vendin e ngjarjes, pra janë përdorur 3 lloj armësh në këtë ngjarje. Fillimisht u raportua për një atentat me armë zjarri, por nga zbardhja e dinamikës dhe asaj çfarë ka ndodhur, rezulton se ka patur një përplasje me armë mes palëve. Ndërkohë, nga kontrollet që janë bërë në klinikat dhe spitalet private, ka të tjerë të plagosur dhe çfarë dim për
Nikolajn, që ka qenë shënjestra e këtij atentati? Nuk është arritur që të identifikohet pa dhe të zbulohet deri në këtë fazë hetimesh se ka persona të tjerë të plagosur, pavarësisht se nga kamrat e sigurisë, të cilat janë analizuar dhe e shikuar nga ana e grupit hetimor, duket se njëri prej personave në momentin kur është larguar çalon, çka ka ngritur dyshime se mund të jetë mund të jetë plagosur pikërisht në pjesën e këmbës, por kjo nuk është faktuar ende. Grupi hetimor u rikthye ditën e djeshme në vendin e ngjarjes, ka marrë mostrat e gjakut, të cilat do të analizohet përmes ADN-s për të parë nëse kemi të bëjmë edhe për ndonjë person tjetër i cili ka mbetur i plagosur, pra pikërisht nga të shtrenat me armë zjarri. Ndërkohë, janë dy fise grupe në hasmëri? Nuk kemi të bëjmë, paktën duke ju referuar dinamikës së ngjarjes, nuk mund të themi për diçka të tillë, pasi gjithçka ka ndodhur pas një konflikti që kishin pasur për motive banale, grupi të rinjve disa muaj më parë, çka më pas pra edhe është reflektuar edhe në këtë ngjarje e cila ndodhi pikërisht në fshatin Ril të Lezhës brenda kësaj Berberhana, dhe kemi të bëjmë pra me grupe të rinj të cilët kishin patur një konflikt të mëparshëm, çka ka agravuar sërish pra ditën e diel pikërisht tek Berberhania. Faleminderit për gjithë sa solla në vëmendje.